Do ndalim pak edhe tek librat e tjerë. Është nga drita e saj. Shumë poezi dhe ky. Sa reagimi. Vetëm poezi shkruaj. Vetëm poezi ke shkruar gjithmonë. Nuk ke ndalur ndonjëherë tek ndonjë gjini tjetër letrare? Jo. Ende jo. Jo. Se nuk i dihet. Nuk i dihet, por akoma jo. Shumë poezi për dashurinë. Pse nuk bën për shembull një poezi për politikën? Kam bërë 2 libra të parë dhe nuk i bëj më. Për politikën? Po. Dhe është më duket shumë banale, kohë humbur. Mjafton që unë u bi 24 orë 24 në opinione tani, të merrem të ndot edhe. Po të surësh edhe ndonjë varg. Jo. T'ja këndosh. Edhe prap nuk zon mend, nuk ndryshoj gjë. Nuk ndryshojnë më. Çfarë janë heronjt për ty? A janë këta njerëz që gjatë gjithë kohës përpiqen të bëjnë diçka ndryshe për shoqërinë? Ka një ndryshim shumë të madh jona. Mes heronjve të vërtetë dhe heronjve të rrem. Ndalu të vërtetët se me tremët jemi deri këtu. Pikërisht, dhe të rremët janë shumë jona, kurse të vërtetët pak i kuptojnë. Fatkeqësisht. Domethënë, unë që bëj kaq vite opozit, ose më saktë kritikoj politikanët, nuk është se unë pretendoj që një ditë jem në një karrike të pistë siç pretendojnë shumë. Nuk mendoj, Hamdi, që të gjithë politikanët janë figura të pista. Jo. Okej, më thuaj një emër që ti mendon që ai është politikan, që e meriton dhe ka besimin e popullit, edhe njerëzit e duan. Ka? Nga pesoja s'besoj të ketë, ma. Ka pas? Po dikur ka pas. Më thuaj njërin. Po, ka qenë Pandeli Majko, po jam mbyllur në gojën vetë ata, vetët. E njeh personalisht apo jo, thjesht e ke ndjekur? Jo, nuk e njoh fare. As nuk do me taku, po. Thjesht ishte e nisi shumë mirë. Dhe jam mbyllur në gojën. U bë kohë që unë nuk merrem fare, nuk lexoj lajme politike. Është më Pandeliu në parlament apo tani ka bërë operim gojën, ja 2 vjet dhe nuk flet më. E ka me vërtet ka ish dhëmbët apo jo? Do ta heqim këtë. Jo, s'do heqësh në. Po nga Partia Demokratike? Nga Partia Demokratike e treguar në zgjedhje. Ata që morën vota personale nga 12.000 dhe 12.000? Po. Kush është ky rast? 12.000 vota. Edhe kur? 12.000 vota ka marrë për shembull doktor Bars Pahia. I Shkodrës. Po. Për zgjedhjet për kryebashkiak. Po. 12.000. Por ishin vota tani për deputet. Po. Tani? Po. Vota personale mori Jorida Tabaku. Vota personale mori doktor Ali Mehmeti. Këta janë deputet. Dhe jo ata që i fut Berisha në listë mbyllur që nuk i votohen as bashkëshortët. Lutem shumë. Është banale kjo. Kjo i bi që popullit demokrat të hedhësh trut e gomarit për mish, pas si hakush. Se është tru i kalbur. Është banale, është turp. Se di se kur vjen kështu te politika, biseda. Po kështu është, i pembrëm? Ashtë sa unë blotën shesh ata, mu më ndjekin kur luj bilardo. Si Ilo Pinsi e ka i të dy armat, kur los te Ilo në shah, a që ndishni. Ashtë turp. A kemi shpresa tash i pyetja fundit? Se u bë shumë gri kjo biseda me këtë politikën që na. Pyetja fundit a ka shpresë? A ka shpresë? Jo, nuk ka. Do ikësh ti? Jo, nuk kam ku të shkoj më. Po, unë atë hiki. Jo, pse do ikësh? Ti kem nga Shqipëria, pra nuk ka shpresë. Atëherë nuk takohemi dot më ne. Nuk e bëjmë dot këtë bisedën e bukur që u bë deri tani. Po si do bëjmë pra? Do mbyllim gojen dhe kur të vdesin këta do marrin fatat në dorë. Jo, po do vinë fëmijët e këtyre. Po. A e the që do valën karrikat? Po, normal, por që do kemi, besoj se do kemi pak. Do ta mbyllim gojen tani? Unë nuk do e mbyll. Asun. Por nuk do fitoj gjë. Unë e di si them që ka një shpresë. Duhet ndryshojmë komunitetin dhe rrethin ton aty ku jetojmë. Me shembullin, jo duke i dhënë mend. Po. Nëse neve me shembullin ton rregullojmë komunitetin, njerëzit e afërm dhe kjo përhapet në të gjithë shoqërinë, ndryshon edhe ndërgjegjja e shqiptarëve. Dhe pastaj fillon edhe kërkon llogari më lart, që pse se marrën këtë shërbim. Do të thënë se neve nuk është se jemi popull budalla.
Ne thjesht Në fakt. kemi pranuar të mos flasim. Jo, ne kemi pranuar të shtypemi. Tjetër gjë është të mos flasësh dhe tjetër gjë është të shtypesh. Ta pranosh shtypjen. Ta pranosh shtypjen. Është turp. Dhe madje nganjëherë edhe vjen keq. Hamdi, beson Zoti? Patjetër, jam një besimtar i devotshëm. Por nuk falem. Më Do të shumë. thënë, falem kur mund. Mhm. Por besoj shumë në Zot. Dhe besoj që ai Zoti që është lart të jap një mesazh ndoshta këtyne. Do ishte mirë.